Po e përmende pak më parë që është kjo uria emocionale që ndoshta është një temë e diskutuar dhe e përmendur, por ka njerëz që ato procesin e të ushqyerit të ngrënit e kanë të ndryshme. Disa ushqehen ngadalë, duke menduar, duke e përtypur mirë ushqimin, disa të tjerë ushqehen shpejt e shpejt, disa e kanë për të kaluar në këmbë, po disa e kanë kaluar. Dhe kjo do të dija, ky procesi të ngrënit me nxitim, çfarë tregon për karakterin? Lidhet kjo dhe me një lloj personaliteti tonin, është e lindur, është e fituar gjatë jetës, çfarë tregon për tek saj? Përveç se është e dëmshme, se kemi diskutuar me ekspertë të tjerë që është e dëmshme për shëndetin. Mundet që tjetë pjesë e temperamentit. Faktikisht, se si ne ndërtojmë raportin me të ushqyerjen tonë, është shumë se sa fizike dhe thjesht për të shuar urinë. Pa tjetër që ka komponent psikologjik aty. Mundet tjetë pjesë e temperamentit, pra një njeri që është në përgjithësi sanguin, flet shpejt, ecën shpejt, mendon shpejt, edhe do haj shpejt. Ashtu si një tjetër që është më flegmatik, ka më urtësi, i bën gjërat më ngadalë, është më i matur dhe do haj ngadalë. Domethënë po nis nga ajo që është më sipërfaqësore. Që lidhet me ritmin, me shpejtësinë e të bërit të gjërave. Raporti me ushqimin instalohet herët që në fëmijërinë e hershme, që nga mënyra se si na ushqejnë, na kanë ushqyer me zor apo jo, që për mua, unë kam thënë dhe herë tjetër, pavarësisht që ka krijuar shumë polemika, të ushqyerit me zor është një lloj dhune, do më thënë emocionale. Ti përmënde më herët edhe pjesën e urisë emocionale, që në fakt është një lloj individi hapur të mbushur një lloj boshllëku emocional, ose në fakt për të mpirë, për të mos ndjerë një angth, një stres, një zemrim, të gjithë emocionet tjera të vetmin, patjetër. Pra mbushet një lloj boshllëku në mënyrë disfunksionale. Pra ka një shkëputje midis asaj që ndjejmë dhe asaj që bëjmë për ta hequr qafe, për ta shmangur këtë emocion. Por besoj se është fillimisht treguesi temperamentit, nëse dikush ha shpejt, por mund të ketë të bëj edhe me këto komponent të tjerë psikologjik që rendita. A lidhet kjo e ngrënia shpejt dhe me një lloj ankthi të brendshëm ose tronditje psikoemocionale ose fshihet diçka përtek saj, pra mund të lexojmë diçka tjetër tek njerëzit që ushqehen shpejt? Mundet, unë do thoja që varet dhe nga rrethanat, do më thënë cili është konteksti. A është një takim, ku diun, social me shumë njerëz, apo ha vetëm, sepse ka dhe individ të cilët për shembull kanë element ankthi social dhe i duket sikur të tjerët po i vrojtojnë ndërkohë që po shikojnë, mund të ketë edhe ndjenja turpi, po këta në rastet e çrregullimeve të ankthit. Tipikisht fillim për mua lidhet kryesisht me temperamentin të ngrënit të shpejt edhe me nxitim. Mundet që edhe mos të kenë një raport shumë të mirë dhe me ushqimin, e bëjnë sa për ta hequr qafe. Për shembull, bëjnë përshtypje njerëzit që hanë në këmbë. Më duket sikur pa e përtypur mirë kanë filluar gati ta tresin edhe, domethënë, nuk i japin dhe ato kohën e dur. Është një lloj shkëputje ndoshta, të brendshmi dhe si jashtë. Po, ky lloj nxitimi duket që nuk ka një lloj, do thoja, nuk po i kushton rëndësinë e dur dhe mendoj që është dhe një tregues se si trajton shëndetin fizik. Sepse nëse ti ha shpejt, ha me nxitim, duket që e bën mekanikisht, ndërkohë është një ushqim që po bëhet pjesë e organizmit tënd, domethënë do dhe pak ndërgjegjësim mbi atë që po ha dhe se si ha. Domethënë të mendosh pak më shumë mbi këtë gjë. Sepse është edhe më e shëndetshme për zorën dhe për stomakun. Po, patjetër.